Barinj dhe mësues. Efesianëve 4:12-13. Ju ftoj ta hapim Biblën së bashku te kapitulli 4 i Efesianëve. Jemi duke studiuar letrën e Efesianëve. Tani kemi arritur në vargun 11. Prandaj do të lexojmë nga vargu 11 deri në fund të kapitullit. Jo, deri në fund të vargut 16. Efesianëve 4:11-16. Dhe ai dha disa si apostuj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjilltar, të tjerë si barinj e mësues, për ndreqjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa të arrijmë të gjithë tek uniteti i besimit dhe i njohjes së birit të Perëndisë, të një burri përsosur, në masën e moshës së plotësisë së Krishtit, që të mos jemi më foshnja, të hedhur andej këndej dhe të çuar aty këtu nga çdo erë doktrinës, nëpërmjet mashtrimit të njerëzve dhe dinakërisë së tyre që me dredhi çojnë në gabim. Por, duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti, prej të cilit gjithë trupi i bashkuar dhe i lidhur mirë, me anë të bashkimit të ndihmesës, sipas masës së veprueshmërisë së çdo pjese të veçantë, shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetës së tij në dashuri. Lavdi Perëndisë për fjalën e tij. Ndërsa kthehemi te Bibla, shkojmë para Perëndisë në lutje. Atë qiellor, ne përkulemi në praninë tënde. Qoftë fjala jote standardi ynë, qoftë fryma jote mësuesi ynë dhe lavdia jote qoftë interesi ynë më i lartë. Përmes Jezu Krishtit Zotit ton. Amen. Herën e fundit folëm për elementet themelore që Pali na jep në këtë pjesë, duke përshkruar dhuratat e Krishtit të lartësuar. Dhe ai dha disa si apostuj, të tjerë si profet dhe të tjerë si barinj e mësues. Ose siç përkthehet më zakonshëm, pastor dhe mësues, dhe siç kuptohet në mënyrën më të zakonshme, një ofiq i dyfisht, si për kujdesje, ashtu edhe mësimdhënie. Të paktën unë kështu e kuptoj. Megjithatë, çfarë duhet të bëjmë ne me rolin e bariut mësues? Është jashtëzakonisht e rëndësishme që si ata që e luajnë këtë rol, ashtu edhe ata që përfitojnë nga ushtrimi i kësaj dhuntie në bashkësi ta kuptojnë këtë. Më lejoni t'ju jap një citim, i cili që me fjalinë e parë mund të na kap disi të papërgatitur. Bariu mësues mban ofiqin më të lartë të përgjegjësisë njerëzore në të gjithë krijimin. Tani dua t'ju jap një listë rolesh të mundshme që mund t'i përmbushni në shoqëri. Ne kemi rolin e kryeministrit, ato të kongresmenit, kemi profesionist golfi, kemi kirurg kardiolog, kemi shumë role të ndryshme, kemi edhe një rol bari mësues. Do t'i vendosim ato sipas radhës nga 1 deri në 6. Ku mendoni se do të vendosen secili prej tyre? Nuk mendoj se do të jetë e mundur. Nuk mendoj që roli i bariut mësues do të përfshihej në 6 rolet më të rëndësishme. Mendoj se personi i zakonshëm do të thoshte: për çfarë shërben kjo? Pse ta përfshim këtë? Personi që tha kështu vazhdoi të thoshte: ai është thirrur të predikojë fjalën, t'i mësojë të vërtetën popullit të Perëndisë, ta udhëheq popullin e Perëndisë në adhurim, të kujdeset për tufën si një bari i dhemshur dhe ta mobilizojë kishën për dëshmi dhe shërbim të krishterë. Kjo është një thirrje mjaft e lartë, apo jo? Kur dikush e lexon këtë, menjëherë thotë: askush nuk është i Zotit nga vetja për një përgjegjësi të tillë. Duke i bërë kështu të vetëdijshëm, si personin që është thirrur në këtë rol, ashtu edhe ata që përpiqen ta mbështesin atë në lidhje me varësinë absolute në hirin e Perëndisë për ta përmbushur detyrën e caktuar. Konferenca jonë e fundit për pastorët, e cila mendoj se ishte konferenca e 18 radhasi, është ndërtuar mbi idenë themelore që ne besojmë në shërbesën pastorale. Ne besojmë që, në fakt, roli i bariut mësues është roli më jetik. Lloyd Jonesi thoshte: nuk e konsideroj ulje në detyrë braktisjen e Fronit si mbret për të qenë predikues. Roli i predikuesit është edhe më i lartë. Ju sigurisht që e mbani mend se vetë Lloyd Jonesi ishte doktor. Ai ishte ndihmësi i Lordit Horder, i cili ishte doktori i familjes mbretërore të Britanisë së Madhe. Ai e la atë pozitë që të fillonte të jepte mësim Biblën në një kishë të vogël kalviniste metodiste në Wales. Të gjithë thanë: ky duhet të jetë i çmendur. Kush do ta braktiste një pozitë të tillë kaq të lartë për të dhënë mësim Biblën? Ai nuk ishte thjesht doktor, por ishte doktor në një pozitë kaq të lartë dhe me rëndësi. Çfarë mendon ai vallë? E kuptoni, ne duhet të mendojmë thellë për gjërat, apo jo? Nga vjen ky rol i bariut mësues? Kush është piku? Përgjigjja është kjo: Perëndia e bëri.
Jezusi e bëri. Ai është caktuar si dhurat për kishën, si dhurat nga Krishti i lartësuar. Ai duhet ta pajisë kishën përmes ushqyerjes frymërore. Prandaj shërbesa e fjalës së Perëndisë është një dhuratë të cilën populli i Perëndisë e shpërfill në dëm të vetes. Gjërat thelbësore të rolit të bariut mësues. Ka disa gjëra thelbësore, të cilat janë në themel të gjithë shkaje që kemi bërë gjatë viteve në kishën Parkside. Dhe me që ne i shpallim ato rrallë, mendova që të mos ju rikujtoj çdo bindje thelbësore në lidhje me këtë çështje, por ndoshta vetëm 3 prej tyre. Së pari, të vëmë re që bariu mësues është një nga pleqt në kishë, që ne e kuptojmë modelin e udhëheqjes së dhjatës së re si parësi dhe pluralitet. Ja pse kur Pali i shkruan Timoteut, ai i thotë: pleqt që qeverisin mirë, le të nderohen dyfish, sidomos ata që mundohen në fjalë e mësim. Pra me fjalë të tjera, ka një dallim mes disave që udhëheqin kishën, dhe duke e bërë këtë, jo të gjithë janë të përfshirë në shërbesën publike të predikimit e cila vjen me këtë rol. Së dyti, brenda asaj udhëheqjeje të përbashkët, sikurse brenda çdo ekipi udhëheqjeje, duhet të ketë një udhëheqës mes udhëheqësve. Zgjedhja më me vend është që udhëheqësi të jetë ai që ka rolin parësor të mësimdhënies, në mënyrë që timoni që e drejton kishën Parkside të jetë në thelb timoni i shkrimit, dhe përpasoj, në mënyrë të pashmangshme, përgjegjësia për ushtrimin e atij roli udhëheqës bie mbi atë që ka epërsinë e mësimdhënies së shkrimit. Tani që e kemi thënë këtë, fokusi ynë në vazhdim do të jetë në qëllimin për të cilin Zoti ia dha kishës dhuntinë e bariut mësues. Le të tregohemi të qartë. Kush e dha këtë dhuratë? Cili është burimi i saj? Krishti i lartësuar. Çfarë janë këto dhurata që ai përmend? Ato janë të gjitha dhunti të fjalës. Janë të gjitha dhunti të fjalës. Kur apostujt shpallën fjalën, thanë: këto janë gjëra që ne kemi parë, që kemi dëgjuar dhe që kemi prekur. Nuk erdhëm te ju, thanë ata, duke ju treguar për ralla. Në fakt, ne kemi thënë shpesh, nuk do të kishim dhja të re pa ringjalljen e Jezu Krishtit. Nëse Jezusi nuk do të ishte ringjallur prej së vdekurish, nuk do të kishte asnjë mundësi që këto gjëra që kemi të ishin shkruar ndonjëherë. Jo, apostujt ishin në fjalë, profetët ishin në fjalë. Ungjilltarët po e përhapnin fjalën kudo që të ishte e mundur, dhe ndërsa kishat filluan të themeloheshin, Perëndia tha: tani dua që të siguroheni që roli i bariut dhe mësuesit të themelohet mirë. Arsyeja për këtë është deklaruar në vargun 12, për ndreqjen e shenjtorëve për veprën e shërbimit, që trupi i Krishtit të ndërtohet. Kjo është pak ndryshim teme, por mendoj se thekson diçka të rëndësishme. Në versionin e autorizuar, për kthimin e mbretit James, me të cilin u rrita, në atë version ka edhe një presje. Ju thoni: vërtet? Për atë do që të flasësh? Po. Për atë dua të flas vetëm për pak çaste. Dua t'ju them se ku vjen presja. Vargu 12 në versionin e autorizuar thot: për ndreqjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit. Nuk ka ndonjë autoritet gjuhësor në lidhje me punën e presjeve, për çdo presje, kudo që të jetë. Në tekstin origjinal nuk kemi presje, dakord? Kjo pra është një përpjekje nga ana e përkthyesve për ta kuptuar tekstin. Në urtësinë e tyre, ata vendosën atje një presje. Mirë po, kur e lexoni me një presje në atë vend, kuptimi i tekstit ndryshon krejtësisht. Sepse çfarë bën presja? E vendos të gjithën këtë në duart dhe në përgjegjësinë e bariut mësues. Sepse shiko se si lexohet. Atyre u dhan barinj dhe mësues për ndreqjen e shenjtorëve. Për ndreqjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit, për ndërtimin e trupit të Krishtit. Me fjalë të tjera, e gjithë kjo bëhet përgjegjësia e vetme e atij shpirti të mirë, të cilit i është besuar puna e bariut dhe mësuesit. Kjo është mënyra se si shumë bashkësi vazhdojnë të funksionojnë ende. Hej, ne e morëm në punë, dhe këtë do të bëj. Ai do t'i përsos dhe do t'i pajisë shenjtorët. Ai do ta bëj punën e shërbesës. Ai do t'i hedh plehrat. Ai do të bëj atë që ne duam të bëj. Dhe nëse ai nuk e bën, atëherë do të marrim dikë që do ta bëj. E po, ajo presje duhet hequr. Jo vetëm për të mirën e bariut mësues, por edhe për të mirën e bashkësisë, sepse gjithë zhvillimi i efektshëm i një bashkësie të ndërtuar kërkon që aty të mos ketë presje. Pastaj vargu lexohet:
për ndreqjen e shenjtorëve për veprën e shërbimit që trupi i Krishtit të mund të ndërtohet. Versioni NIV. Krishti i lartësuar i jep një dhuratë kishës, rolin e bariut dhe mësuesit. Prandaj, ata barinj dhe mësues duhet ta pajisin popullin e Perëndisë për veprat e shërbimit, gjë të cilën ata e bën që trupi i Krishtit të mund të arrijë realisht pjekurinë. Prandaj, ju e kuptoni që kur e anashkaloni këtë, përfundoni me një bashkësi e cila ka ngecur në një farë kuptimi. Ka 3 fjalë të cilat dua që t'i kuptojmë këtë mëngjes. Ato janë mjaft të thjeshta dhe dalin nga teksti. Në shënimet e mia kam shkruar inicialet shumë. Shumë. Shërbim, unitet dhe maturi. Shërbim, unitet dhe maturi. Dakord? Shërbim. Për ndreqjen e shenjtorëve për veprën e shërbimit, fjala e përdorur këtu është diakonia. Është e njëjta fjalë e cila është rrënja e fjalëve dhjak ose dhjake. Në kishën Parkside, njerëzit na thonë nuk keni dhjak. E po, kjo në fakt nuk është e vërtetë. Ne kemi qindra dhjak. Ne kemi qindra njerëz të cilët po shërbejnë në përgjegjësi diakonie. Kjo kish, në fakt, do të pushonte se ekzistuari nëse nuk do të ishte kështu. Megjithatë, ajo që njerëzit mendojnë zakonisht është që ka një dhomë të vogël e cila ka tabelën dhoma e dhjakëve, ku shkojnë të gjithë dhjakët dhe bëjnë atë që bëjnë. Mirë po, në fakt, është e mundur të kesh një funksion për i dhjaku pa pasur një dhomë dhe një tabel. Kjo do të thotë thjesht që të bësh veprat e shërbimit. Kjo është e njëjta fjalë të cilën e gjeni në tregimin e Martës dhe Marisë. Mbani mend, Marta ishte e shpërqendruar duke shërbyer fort. Pra, përgjegjësia e bariut mësues është që t'i pajis shenjtorët duke e dhënë mësim Biblën në mënyrë të tillë që mekanizmat dhe veglat për shërbes të vendosen në duart e tyre, dhe kështu ata ta bëjnë këtë punë me efektshmëri. Në shkurt të vitit 1941, Winston Churchilli dha një prej fjalimeve të tij më të paharrueshme në Londër. Ai e dinte që ky fjalim do të dëgjohej në Shtetet e Bashkuara dhe e dinte me saktësi se çfarë po bënte. Me një pyetje retorike, ai tha në mes të fjalimit: "Nëse do të më pyesnit mua se çfarë do t'i thosha Zotit Roosevelt, do t'i thosha këtë: na jepni mjetet dhe ne do ta mbarojmë punën." Na jepni mjetet dhe ne do ta mbarojmë punën. Sigurisht që Roosevelti dhe Shtetet e Bashkuara bën pikërisht këtë gjë. Ata i pajisën forcat aleate për ta hequr qafe regjimin e Hitlerit. Mjetet ishin absolutisht të nevojshme. Ato janë absolutisht të nevojshme nëse duam që populli i Perëndisë të bëjë këtë lloj shërbese. Në fakt, fjala ndreq është një term mjekësor nga fusha e ortopedisë. Kjo fjalë përdorej për ndreqjen e një gjymtyre të thyer. Kjo është gjithashtu një fjalë të cilën e gjejmë tek ungjit, kur thuhet që dishepujt po ndreqnin rrjetat e tyre. E njëjta fjalë përdoret edhe në atë rast. Ata po e pajisnin veten e tyre për lundrimin e radhës. Prandaj, ajo që ndodh është që shërbesa e fjalës së Perëndisë indikon jetët e popullit të Perëndisë me anë të fuqisë së frymës së Perëndisë, që nëse ju pëlqen të qëndrojmë me tablon e rrjetave të peshkimit, që tiparet e ngatëruara me nyje apo të shkëputura të jetëve tona të mund të sillen në përputhje me planet dhe qëllimet e Perëndisë, që kur të vazhdojmë shtektimin e jetës, të jemi pajisur të bëjmë atë për të cilën jemi aftësuar. Kjo pra e ndryshon në mënyrë radikale idenë e dëgjimit dhe të mësimit të fjalës së Perëndisë. Kjo e heq atë më njëherë nga ideja që thot: a ishte mirë? A ishte gjatë? A ishte shkurt? A më pëlqeu? A më preku? A më trazoi? A isha i lumtur? A u ndjeva mirë? Papritur, të gjitha këto nuk është se nuk kanë rëndësi, por këto i shërbejnë pyetjes: a u shqeva? A u pajisa? Kur shkoj në këtë vend, a ndihem se po përgatitem për udhëtimin e jetës? Apo më ndihmon me martesën time, me familjen time, me biznesin tim? Apo shfaqen praktikat e jetës së krishterë ndërsa fjala e Perëndisë shpallet? Kjo po përshkruhet këtu. Jap se mënyra se si e dëgjojmë Biblën është kaq e rëndësishme. Ju kam thënë edhe më parë, ishte një burrë që predikonte në konferencën e Keswickut në Lake District të Anglisë, emri i të cilit ishte S.D. Gordon. Ai kishte një zë shumë të qetë dhe thoshte: apo dëgjoni? Apo dëgjoni me gjithë veshët e zemrës suaj? Kjo është një pyetje e mirë, sepse mbani mend, Jakobi thot: nëse keni një mendje të ndyrë, nëse keni një zemër të zemëruar, pse ta dëgjoni Biblën? Ju keni nevojë të siguroheni kur ta pranoni fjalën, thot ai. Ta pranoni me butësi fjalën e mbjellë brenda jush, e cila është në gjendje ta shpëtojë shpirtin tuaj.
Prandaj, vendi i fjalës së Perëndisë në sjelljen e dikujt të besimi në Perëndin është absolutisht i domosdoshëm. E di që ka njerëz të cilët kanë pyetje gjithë kohën për këto gjëra dhe me të drejtë, i kuptoj. Kur Pali u shkruan Tesalonikasve, duke i lavdëruar te 1 Tesalonikasve 2, u thot atyre: "Prandaj edhe ne falënderojmë pa pushim Perëndin, se kur e morët fjalën e Perëndisë që dëgjuat nga ne, e pritët jo si fjalë njerëzish, por sikurse është me të vërtetë, si fjalë Perëndie që edhe vepron në ju që besoni." Njerëzit na pyesin gjithë kohën: "Pse ka kaq shumë rëndësi fjala e Perëndisë? Pse na duhet fjala e Perëndisë? Pse të mos dalësh dhe të bësh diçka në komunitet? Pse t'i japim këtë theks?" Ju e kuptoni që këtë bëjnë të krishterët. Ata e pranojnë autoritetin e fjalës së Perëndisë. Kjo është pjesë e të qenët i krishterë. Dikush mund të thotë: "E po, çfarë mund të themi për problemet që vijnë bashkë me këtë?" E po, gjithçka vjen me problemet e saj. Si i krishterë e pranon që Perëndia është dashuri, apo jo? Kjo ngre me njëherë një problem. Problemi është ky: çfarë i ndodhi fëmijës tim kur vdiq si foshnjë? Kjo gjë ngre me njëherë pyetjen e problemeve të vuajtjes përreth botës. Çfarë bëni? Ju bëni atë që bëni. Ju nuk e praktikoni dashurinë e Perëndisë për shkak se përballeni me probleme. Ju i hetoni problemet në dritën e dashurisë së Perëndisë. Çfarë bëni në lidhje me Biblën kur hasni probleme? Ju nuk e praktikoni atë për shkak të problemeve. Ju e besoni Biblën dhe përlesheni me problemet.